ta ndëgjojmë Rasim Thaqin, Cimen, humoristin ton të paharruar, se qa ka thonë për Vjosa Osmanin dhe Albin Kurtin para se me ardhë në qeveritje. Mrena dikon, në zemër e kam dikon, po më patën thonë dhe do Rasim, kur kështu mos dile ashtu, se tani hu foncat. Se bova ki foncat janë të PDK-s e do kënej. Me përmen këta, i hu këta. Me përmen këtu, a më qështu, po unë jemi këtë publit, mirë po. Pa të kalzoj, e kom një bimë personalisht, nuk du mu më kesë kuptu, shumë menoj që Kurti me Vjollën, që shi dojnë këta punë ati, menoj që kanë me bon kohë gjatë dishka se, pa të kalzoj, kjo shtetor zhyt me një farë, këtu kohë gjatë zërë është. Me nëzirë, me nëzirë se 20 vjetë shka sot bon, këtu kohë gjatë zërë. E kom një bindi që këta, shumë të më thonë, kanë një anisë, edhe kohë gjatë, kajsën me rrugën, se zorë me rrugën, tu shka u bon 20 vjetë një, po, kom një bindje, pro, që ta dy, që nuk e nëresin, kom e shku në katër me morë dhinë, bollicën, lupën, shukrin, fmin, kret. Me ika? Po, ma, që, po, s'ka me ndohë kjo me ikë. Në më thonë, kanë me? Kanë me ndrejsh. A unë si të shoh pak që ka fillu me ndrejsh, mirë është, se është e mirë është. Absolut. Rasim, u prëfsh në pache, humoristi jonë i paharruar, se ja ke qëllu 100%. Respekt për se cilën miqtë të dashur.